Për me kalu raportin. Numrat për me kalu raportin nuk është shumicë e thjeshtë. Gjithë ata që janë deputet duhet me pranu besimin qytetar që kanë marrë. Ata që nuk e pranojnë le të heqin dorë. Unë mbrëm kam dhënë një propozim për zgjidhje kushtetuese. Gjithë ata që refuzojnë dhe abstenojnë vullnetin qytetar, le të i bëjnë propozim Komisionit Qendror Zgjedhor. Ai mundet me zaventsu nga njëjta parti. Në vend se tjetë të zonë nga AK-ja La Ibrahimi, vjen kuvend Kosovës Besnik Tahiri, mrapse në vend se tjetë Lumiri vjen Driton Selmanaj, besoj që ata kanë një uri më të mirë parlamentare dhe nuk e bëjnë një gabim të tillë. A mund të kaloni pa votat e opozitës? Jo, nuk është kjo çështje e shumicës së thjeshtë, kjo është e don apo nuk e don mandatin dhe besimin qytetar. Ata që refuzojnë, ata duhet me qenë deputet. A keni arrit marrëveshje me nisën dhe parti tjera minoritare? Kjo është temë tjetër. Para se me shku tek çështja e konstituimit kuvendit edhe të qeverisë, ata që kanë mohu mandatin duhet me u largu nga ulëset e kuvendit të Republikës Kosovës.